Nuk e dallon një konkret rast lirohet foshnja prej spitalit, a mund të ketë një rritje me pasoja të mëdha, pastaj fatmirësia krejt kësaj frakturë që na fillum prej frakturës parë që mundet me ndodh, është që komplikacionet në këtë frakturë janë shumë të vogla. Mundësi, do të një kockë që është shumë e re e sapo lindur, në fakt kjo frakturë trajtohet dhe mundet me ndodh shpesh që edhe nëse nuk diagnostifikohet, komplikacionet e kësaj frakture nuk janë shumë të mëdhaja. E vetmi sen që është nëse ka një luksacion që i thejmë në ndalje nga vendi, atëherë ato duhet gjithsesi me trajtu, ndërsa nëse ka veç një plasaritje për shkak të kockat janë e posalindura janë qaq elastike sa që këto kocka do me thonë trajtohen vinë në mënyrë shumë të drejtë me rritjen e fëmisë. Natyra ka bu qashtu që kockat e fëmijëve